Pra për të qenë zëvendës kryeministër dhe për të qenë ministër kemi parë që ai ka ndruar shpesh qoftë ministrat, po qoftë edhe zëvendës kryeministrin. Qartë, ashtu është. Dhe kjo nuk lidhet specifikisht me një aftësi personale të zonjës Balluku që nuk mundet ta ushtrojë si funksion dikush tjetër. Pra nuk kemi parë një situatë që na është hequr një person që nuk mund të zëvendësohet. Po e kuptoj. Po a mos vallë SPAK-u duhet kishte drejtuar kuvendit Spari për të kërkuar heqjen e imunitetit? Në gjykimin tim jo. Kodi i procedurës penale e përcakton qartë që kur bëhet fjalë për individ të cilët apo për persona të cilët janë zgjedhur sipas kodit elektoral. Po. Posti i ministrit apo i zëvendës kryeministës nuk është post që zgjidhet sipas ligjit elektoral. Sipas kodit zgjidhet deputeti, antari i Këshillit të Bashkiakëve dhe kryetari i bashkisë, mos gaboj, vetëm këto tre. Këto janë tre funksionet që zgjidhen sipas ligjit elektoral. Pra aq kohë sa kodi i procedurës penale përcakton qartë që një person i zgjedhur sipas këtij kodi, ministri apo zëvendës kryeministra nuk është person i zgjedhur sipas ligjit elektoral. Kështu që kjo është e qartë në logjikën time. Për sa i përket më pas interpretimit që kërkon zoti Rama, patjetër që mund ta kërkojë një interpretim nga gjykata kushtetuese, por jo të atakojë dhe të kërkojë ndryshimin e masës. Sepse kur masa është vendosur nga gjykata e posaçme, padyshim që është e bazuar në prova dhe ka pasur një hetim të gjithë provave që janë depozituar nga organi akuzës. Kështu që nuk do e pranoja që të jemi në këtë situatë që zoti Rama na e ka shprehur shumë herë që jemi në shkelje të kompetencave të kryeministrit. Nuk kemi në shkelje të kompetencave të kryeministrit, por nuk kemi as edhe përpara faktit që nuk është subjekt që nuk duhet të merret një masë e tillë. Jemi në subjekt që mund të merret masë e tillë. Okej, avokat, vetëm se ka një problem që gjykata kushtetuese nuk i është futur akoma shqyrtimit të kësaj çështje në themel. Gjykata kushtetuese prej 10 ditësh po shqyrton paraprakisht çështjen, pra po shqyrton nëse duhet ta marrë në shqyrtim apo nuk duhet ta marrë në shqyrtim ankesën e kryeministrit, pa ju futur ende, thash dhe një herë, shqyrtimi në themel të vetë çështjes. Nuk e di, a ke një opinion sepse është vonuar pra nga data 2 dhjetor kur duhet ishte marrë vendimi i kolegjit deri nesër, kur do të jetë mbledhja e gjyqtarëve, data 12 për të vendosur për ta marrë pra këtë çështje përfundimisht, a mos ka pas presion? Ata kanë thënë për shkak të, sipas raportimeve mediatike, për shkak të volumit të çështjes, po nuk e di sa bindse do duket kjo. Sigurisht, nuk është e thjeshtë, nuk është çështje thjesht kjo. Egon, më lejo që të them që gjykata kushtetuese është duke respektuar në nem dhe në gërm ligjin për organizimin e funksionimit në gjykatës kushtetuese. I cili përcakton qartë që çdo kërkesë kushtetuese që i drejtohet kësaj gjykate, gjykohet fillimisht nga kolegji i gjyqësor. Që përbëhet nga 3 gjyqtarë. Që kjo çështje të kalojë në seancë gjyqësore, duhet që të 3 gjyqtarët të jenë dakord një zëri apo të jenë kundër një zëri. Me unanimitet. Pra për ta rrëzuar, po themi nga ana tjetër. Ose për ta rrëzuar, ose për ta pranuar. Në seancën e datës 2 kemi parë që nuk kanë qenë në të njëjtën mendje të 3 gjyqtarët. Po. Dhe si rezultat e përcakton ligji për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, në këtë situatë i kalon drejt për drejt për gjykim mbledhjes së gjyqtarëve, e cila është përcaktuar të jetë nesër. Po. Dhe mbledhja e gjyqtarëve sërish nuk e gjykon në themel çështjen, por e gjykon sërish në procedurë. Pra, a plotësohen kriteret paraprake për të kaluar në seancë gjyqësore? Po. Por ama ka një mundësi që nesër mbledhja e gjyqtarëve mund të shprehet menjëherë edhe për pranimin apo jo të masës së pezullimit të vendimeve të gjykatës së posaçme. Pra të marrë edhe shqyrtimin në themel brenda ditës. Jo shqyrtimin në themel të çështjes që a kemi apo jo shkelje të kompetencave, po për kërkesën që ka bërë kryeministri
për pezullimin e vendimit të gjykatës posaçme. E kuptoj, po, sepse në momentin kur ti bën një ankesë në gjykatën kushtetuese, mund kërkosh masë të ndërmjetme, pra këto janë të masat sigurimi padisë që e marrim në shkallë të tjera. Siç ishte rasti i zotit Veliaj, kur u kërkuaj që të pezulloj pra dekreti i presidentit për zgjedhjet. Qartë. Dhe nesër ndoshta mbledhja e gjyqtarëve mund të shprehet për këtë si kërkesë të vetme. Mund ta pranoj pezullimin e vendimit të gjykatës posaçme, ose mund të mos e pranoj vendimin e kërkesën e kryeministit për pezullimin e vendimit të gjykatës posaçme. Dhe kjo merret sërish me shumicë vote. Qartë. Për sa i përket më pas një gjë tjetër që është e rëndësishme, po ta lidh me deklaratat e kryeministrit, sepse është shprehur që kemi vendim gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit, apo edhe kemi deklarata opinionet të Komisionit Venecias. Ligji e përcakton qartë dhe rregullorja e gjykatës kushtetuese që ata vetë si gjykatë mund të drejtohen qoftë gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit, po edhe qoftë Komisionit të Venecias për opinion këshillimor për rastin konkret. Që unë do doja fort të ndodhe duke qenë në rast precedent për sistemin gjyqësor dhe për ta bazuar vendimin e tyre edhe mbi këto opinione këshillimore nga këto dy institucione të rëndësishme ndërkombëtare, kështu që ligji u lejon, u jep mundësinë që çdo antar i gjykatës kushtetuese të kërkojë opinion këshillimor qoftë nga Gjykata Europiane e Drejtave të Njerëzit, po qoftë edhe nga Komisioni i Venecias, për të kuptuar që deklaratat e kryeministrit a kanë qenë të vërteta apo jo. Qartë. Mirë. Ikim edhe nga kjo çështje dhe shkojmë te çështja e fundit, jo pak e rëndësishme, ka të bëjë me avokatin e popullit me të drejtat e njeriut. Apo jo, avokat? Çështja e avokatit popullit ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, me mbrojtjen e qytetarëve në Republikën e Shqipërisë. Por ka patur një paqartësi shumë të madhe në procesin e zgjedhjes së avokatit popullit. Sot është parashikuar seanca në Kuvend për zgjedhjen e avokatit popullit. Opozita është tërhequr nga votat për avokatin e popullit. Kreu i opozitës ka thënë që ka qenë një lojë e mazhorancës për zgjedhjen e Endri Shabanit. Tani unë nuk e di si e ke parë këtë çështje ti, dhe dua realisht të ma shpjegosh sepse unë nuk e kuptoj. Dhe besoj që bashkë me mua nuk e kuptojnë edhe shumë qytetarë të tjerë. Thjesht vetëm për batut. Si mund të jetë lojë kur vetë deputetët e opozitës kanë dhënë 35 firma për zotin Endri Shabani? Po, pikërisht. Pikpyetja e parë, po. A është lojë firma e deputetit? Pra për t'ia kthyer përgjigjen deputetëve të Partisë Demokratike. Ndërsa për sa i përket avokatit popullit, ndaj quhet avokati i popullit se duhet të jetë i popullit, jo i partive. Po. Dhe fatkeqësisht ne e kemi edhe të konfirmuar me deklaratat zyrtare të zotit Balla apo edhe të zotit Bylykbashi apo të tjerëve Bardhi, që avokati i popullit është marrëveshje e partive politike, që duhet të jetë e tillë në vetvete. Pra, avokati i popullit duhet të jetë përtej partive politike. Avokati i popullit duhet të jetë i popullit që të marrin në mbrojtje kur bëhet fjalë për shkelje të drejtave të qytetarëve të këtij vendi. Ne kemi parë këto 35 vite që cili ka qenë momenti ku avokati i popullit ka reaguar për shkelje të drejtave që janë bërë pafund këto 35 vite qytetarëve shqiptarë. I vetmi moment që mbahet mend nga një avokat populli është zoti Igli Totozani, kur strehoi në zyrat e tij disa antar të Komitetit të Rom dhe egjiptian që i kishin nxjerrë nga shtëpia. Por nuk kemi pas në asnjë moment një veprim real, të vërtet, ashtu siç e përcakton kushtetuta, ashtu siç e përcakton ligji i posaçëm për avokatin e popullit për të mbrojtur interesat e qytetarëve shqiptar. Ne kemi parë arrestime, kemi arrestime të personave të cilët protestojnë, kemi parë vrasje të të miturve në ambientet e institucioneve arsimore, kemi parë pafundësisht ofendime apo gjuhërrejtja apo çdo gjë tjetër. Dhe në asnjë moment
nuk kemi parë avokatin e popullit të reagoj. Nuk kemi parë avokatin e popullit të reagoj për mungesën e ilaçeve në spitalet tona. Qartë. Nuk kemi parë reagimin e avokatit popullit kur punëtor të sektoreve të ndryshme dalin dhe protestojnë për të mbrojtur interesat e tyre. Nuk kemi parë që avokati i popullit të mbrojë ato gra që punojnë në fasoneri dhe që nuk marrin pagat e tyre. Për aq kohë sa ne nuk kemi pak të rol të avokatit popullit, për mua gjithë procesi që ka ndodhur është deputetët e PD-s nuk mund ta them që nuk kam pasur informacion për firmën që po japin. Por me dakordsinë e tyre të fshehtë me Partinë Socialiste, kanë dhënë firmën 6 kandidatëve. Se nuk mundet ndryshe që një deputet i Partisë Demokratike që e ka pasur përballë zotin Shabani dhe që zoti Shabani ka qenë personi antisistem në zgjedhjet e fundit, që dilte dhe deklaronte në çdo media, në çdo studio, qëndrimin e tij kundrejt çdo sistemi deri më tani politik, në një moment të caktuar të shkojë tek deputetët e Partisë Demokratike, t'i gënjej ato, të themi në thonjza, dhe t'u marrë firmat. Kjo është e patolerueshme dhe më duket si një lloj naiviteti i skajshëm për deputetët e Partisë Demokratike. Që nuk mendoj se mund të jetë kështu, po është thjesht një marrëveshje politike e dy forcave kryesore për të demaskuar dhe partitë e reja dhe figurat e reja, cilët duan dhe janë vërtet kundër qëndrimeve të dy partive politike, për të thënë që edhe këta të rinjt ja si ne janë, ja si shiten, edhe ja si blien. Pra ky që deri më dje dilte dhe na atakonte ne si persona që kemi marrë hapësirën politike dhe kemi bërë gjithë këqijat e këtij vendi, ja ku vjen tek ne dhe kërkon firmën tonë, qoftë nga PD-ja për t'u futur si emër në procesin zgjedhor, në procesin e përzgjedhjes në kuvend, por qoftë edhe nga Partia Socialiste që do t'i japi votat. Qartë zi. Pra kaq e lehtë është, ndërsa për sa i përket kritereve që përcaktohen në ligjin për avokatin e popullit, një nga kriteret është të ketë etik morale. Që do të thotë? Në këtë rast nuk besoj se ka etik morale nga zoti Shabani për të qenë avokati i popullit. Nuk e di, më dëgjon? Po, jo, tani po të dëgjoj. Po pse? Nuk besoj se ka etik morale. Po pse? Zoti Shabani, por a ishte personi që sulmonte politikën e vjetër? Ishte, po. Po si pranon tani që nga kjo politikë e vjetër temërohet në një institucion të tillë? Po ai nuk po emërohet në një post politik. Dhe këtu besoj që jemi dakord të dy bashk. Ai po emërohet në postin që mbron të drejtat e njerëzit në këtë vend. Po si bindi dy parti politike të vjetra që ai ka atakuar që të votojnë atë? Mbase i ka bindur CV-ja dhe aftësia profesionale, nuk e di tani ç'të them. Prandaj them që është e dyshimt për mua si qytetar për gjithë 4-5 vite të ardhshme që do drejtoj zoti Shabani nëse do zgjidhet ai dhe që mendoj do jetë ai personi që do zgjidhet duke parë edhe diskutimin. Po e fundit, jo vetëm si avokat, po dhe si aktivist në mbrojtje të drejtave të njerëzit, unë kam parë shumë aktiv në shumë kauza, absolutisht. Çfarë pret nga zoti Shabani si avokat i popullit? Si aktivist flasim tani në mbrojtje të kauzave, Në fakt, nuk e kam parë as ku ka qenë aktivist edhe ai vetë i partisë politike për të reaguar ku bëhet fjalë për shkelje flagrante të drejtave të njerëzit. Nëse do zgjidhet atje, do doja fort që ai të kryente funksionin e tij kushtetues për të mbrojtur qytetarët që ndoshta ato çfarë ka thënë, ka deklaruar ku ka qenë pa post, t'i bërë në të vërtetë, t'i bërë realitet kur t'jetë në post për të treguar që të paktën një lloj dinjiteti, një lloj morali të fjalëve që ka thënë kur ka qenë pa post, t'i qëndroj kur të ketë postin. Qartë. Mirë, avokat,
Unë s'dua të marrë më shumë kohë, të falenderoj shumë për pjesëmarrjen në bisedë me mua sot dhe midgjitha për opinionet juridike që ndave me shikuesit. Faleminderit ju. Ishim avokat Gentian Sejranin, folëm për çështjet e aktualitetit politik që lidhen me drejtësinë ditën e sotme, zgjedhja e kreut të ritës pak, zgjedhja e avokatit popullit, dinamikat dhe polemikat mes ekzekutivit, kryeministrit Rama dhe drejtësisë për çështjen Balluku dhe çështja Balluku në gjykatën kushtetuese, ku mbledhja e gjyqtarëve nesër mund të vendosë pra shqyrtimin e kësaj çështjeje. Vetëm për pak rikthehemi në bisedën tjetër. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, në këtë bisedë të dytë, në fakt do të flasim për situatën në Kosovë, e cila për pak javë, fiks në datën 28 dhjetor, do të ketë zgjedhjet e reja të parakoshme të përgjithshme parlamentare, ku do të rikonfigurohet pra edhe një herë skena politike e Prishtinës. Po jo vetëm këto zhvillime, në fakt ka patur edhe zhvillime të tjera. Unë kam kënaqësinë që të kem lidhje drejt për të diskutuar për gjitha këto analistin dhe diplomatin Blerim Canaj. Zoti Canaj, faleminderit që jemi së bashku dhe të përshëndes. Falenderoj për ftesën, Masi. Për ta hapur bisedën, si po shkon Kosova drejt këtyre zgjedhjeve të parakoshme, si po duket skena politike aty, është ndopak e tensionuar apo vijon po themi tensioni i gjithë këtij viti, se ky vit ka nisur me tension me 9 shkurtin edhe duket se po përfundon me 28 dhjetorin me tension, me deklarata, janë dorëzuar listat e partive, tashmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Si po duket situata?